Ky emision u mundësua nga Efesus Travel, Pavin Kafe, Italterm, Aquavita dhe Go Plus. Mirëmbrëma mesi, jemi në javën e parë të fushatës parazgjedhore për zgjedhjet e përgjithshme që do të mbahen më 28 dhjetor të këtij viti, pak para vitit të ri. Partitë politike janë në blugun e fushatës. Megjithatë ajo që shihet edhe ndihet është që nuk ka entuziazëm në popull për asnjërin prej partive politike. Kjo mbase për shkak të shumë zgjedhjeve që janë marrë gjatë këtij viti dhe njerëzit mund të jenë të lodhur. Do të flasim me Visarin për këtë temë, për fillimin e fushatës, për të analizuar se a ka puls, e nëse po, ku është pulsi më i madh. Visar, mirëmbrëma. A ka puls? Po tash, nëse e këshyrë fushata, sa ka fillu? Natyrisht, ka me qenë fushat më e shkurtë dhe rrjedhimisht dinamika ndryshojnë, duke pas parasysh që na praktikisht jemi në fushat prej vitit kaluar në farë mënyrë. Natyrisht nuk pritet që me pas të njëjtin intensitet dhe dinamik fushatat, po ashtu që kishin tash së voni edhe fushatën elektorale, domethënë në dy randet. Edhe rrjedhimisht edhe partitë politike edhe anëtarët të strukturave partitë politike nuk e kanë domethënë mendojnë energjinë e njëjtë. Mirë për kjo nuk do të thotë që qytetarët nuk janë të mendu për këto zgjedhje dhe nuk janë të mendu se për kënd do të me votu dhe besoj që e uroj që janë të mendu sepse këto zgjedhje janë të rëndësishme pak çka që po ndodhin në një kohë shumë, do të thosha kështu, të papërshtatshme. Me që bëhen edhe më të rëndësishme jo vetëm për shkak të qeverisjes që ka pas Kosova, edhe mënyrës që keq qeverisë do të thosha në ky vend, po edhe për shkak të bllokadës që e patëm këtë vitin e fundit, të cilën na me votën tonë s'kem çare pa e thyer edhe te kalu. Dhe në këtë drejtim konsideroj që do duhej me pas, edhe mendoj që nëse qytetarët e Republikës së Kosovës e shohin si problematike edhe të rrezikshme mënyrën qysh janë bllokuar institucionet gjatë këtij viti, atëherë do duhej që me ndëshku bllokuesit. Në sondazhet që janë bërë gjatë verës, muajve të verës, për sa i përket kësaj pyetje, domethënë kanë shënuar si përgjegjës për bllokadën, natyrisht që pjesën më të madhe të përgjegjësisë ja kanë vesh lëvizjet vendosur duke qenë partia më e madhe, duke pas domethënë dorë. Por megjithatë kjo është Visar, kjo është shemb ky tregim, sepse ishin parti tjera të cilat me votën e tyre është bllokuan. Dhe tregimi i vetëvendosjes u përmbyll, propaganda e tyre u finalizua duke qenë se PDK-ja votoi për kryeparlamentarin dhe u zgjodh i nderuar Idim Albasha dhe pastaj LDK-ja votoi për Nenad Rashidin duke u kompletuar kryesia e kuvendit edhe kuvendi, pra u konstituua në tërësi. Dhe ky votim që ndodhin nga këto dy parti politike i dha të drejtë në një farë forme vetëvendosjes përkatësisht propagandës së tyre se këta janë ata që e kanë bllokuar, se kanë mujt shumë më herët me bënë gjatë të tillë. A ka ndiku kjo? Është me lezuar ndryshe. Kryenësia e lëvizjes së vendosjes. Unë po flas çysh mund të lexohet. Po janë disa lexime. Kryenësia e lëvizjes së vendosjes. Insistimi i lëvizjes së vendosjes që me zgjedh kryetarin e kuvendit në mënyrë të paligjshme dhe jo kushtetuese ka qenë bllokuesi. Në momentin që kanë heqë dorë nga kjo, e u dash gjykata kushtetuese me i detyruar me heqë dorë, vazhdoi procesi. Që i bie praktikisht që lëvizja e vendosje, unë mendoj me vetdije dhe me qëllim e ka bllokuar. Absolutisht që po, ama ka jemi në fushat shumë mati, po që disa ditë në fushat zyrtare, ky tregim nuk po shtyhet përpara nga partitë tjera.
Jo, sepse partitë tjera po mundohen me përsërit, mendoj unë, të njëjtën sjellje politike që kanë pasur edhe në fushatën e kaluar, pra të shkurtit, në të cilën i kemi pas dy parti politike, PDK-n, LDK-n, por edhe AK-n, atë botë që ishte me nismën, të cilët kanë insistuar që me fol më shumë për program, edhe me fol më shumë për atë se si e shohin, domethënë, zhvillimin e Kosovës në të ardhmen, ndërkohë që kemi pas lëvizjen vendosje që ka pas një sjellje komplet jo normale, do ta quaja elektoralisht e politikisht. Dhe tash për shembull te keni realitet, edhe kjo është interesante me përmend. Te keni realitet sot në të cilën lëvizjeve të vendosje po don me dërgu sinjale se ka ndryshuar. Por tregimi tyne po dominon. Sepse ne kemi të bëjmë me një kundërshtar politik, si me thonë, jo normal në kuptimin e sjelljes, jo normal në kuptimin e komunikimit. Ai shon fyn për buzë, rran, ka trillime dhe parti tjera që kanë sjellje normale, të cilat nuk është që po dhezin. Tash, nëse e shohim për shembull me non-shkurt, sjellja e tillë lëvizjes vendosje, mendoj që i ka kushtuar elektoralisht. Ke qeverisja, por edhe sjellja e tillë, të dyja bashkë, domethënë, dhe rënja për 10 deputet. Se 10 deputet i ka humb në periudhën 4 vjeçare të qeverisjes lëvizjeve vendosje, që nuk është pak. Kjo rënja është e madhe. Kjo tërgjë është që pastaj ka qenë shumë e madhe lëvizja vendosje, edhe kur ka rënë prap ka qenë e para. Po, e vërtet, mi për rënja për 10 deputetëve për mu, po të kisha qenë kryetar dhe ose kryeministër i një partije, mu kishdo shqetësuese. Domethënë çysh u bë për shembull që këtë ato pritje dhe entuziazëm që e kam ndërtuar me vite si lëvizjeve vendosje. Me kapitalizuar në një qeverisje të paprecedent në Republikën e Kosovës, pra qeverisje një partijake, me qeverisë 4 vjet komplet i papenguar, edhe me humb. Këj bjen që praktikisht kom bo disa gabime thelpsore dhe fundamentale, do të thësha, në qeverisje. Kam vjedh, mas pari. Korupcioni nuk o luftu po ushtu. Jo, kam vjedh. E pam komunikimin e Rëseta Hajdarit me Mujken. Sakt, do më thonë. I ka përngjasu të gjitha atyre kritikave që ja ka bo partive tjera, nëse i kujtohet vetë vendosja me vite, jo vetëm në kohëve të fundit, i ka përngjasu asaj, plus ja ka shtu edhe dy gjëra jashtëzakonisht problematike. E para është mungesën absolute të vizionit zhvillimor. S'ka pas vizion zhvillimor, domethënë Albin Kurti edhe lëvizjave të vendosje. Miliarda euro kanë menaxhuar buxhetet, nuk kanë ditë çysh me zhvillu këtë vend, veç i kanë përdorur ato për me ble vota në momente të caktuara përmes subvencioneve dhe transfereve. Dhe e treta është degradim serioz i marrëdhënieve me bashkinë ndërkombëtare dhe mos shfrytëzimi i momenteve shumë të rëndësishme për Kosovën, për me avancu pozicionin ndërkombëtar të Kosovës. Tash krejt që to do të më marrë parasysh kur njëri vendos për me votu. A ka hala njerëz që mendojnë që lëvizjave vendosje duhet më votu? Natyrisht që ka. Po. A i shkon desh që ky numër i njerëzve me shku të ra, unë e mendoj që i shkon desh me shku të ra. A shkon të ra? Ta shohim, unë mendoj që po. Unë mendoj që lëvizja vendosje ka më shënuar edhe një rënje, jo kaq të madhe sikur për 4 vjet, po mendoj që trendin e ka rënës. Tash, ky trend rënës nuk është në përputhje me atë që ne e shohim si dinamikë kohore të nevojshme. Për shembull, mua e ty, e plot do kritik që janë të lëvizjes vendosje, na duhet me ra lëvizja vendosje më shumë që më normalizu skena politike dhe demokratike në Kosovë. Absolutisht po. Mirë po, unë mendoj që rënja megjithatë ka me ndodhur edhe është e rëndësishme me ndodhur. Për shembull, cilat janë të rejat që mundet me ndodhin lëvizja vendosje sot fushat? Këtë çdo që i ka përdorur deri tash. Çka mund me bëj tre? Veriu kena fol për to. Ai mendoj që është komunat veriore dolen nga Asociacioni Komunave të Kosovës. Pra, në njërin anë është stërshfrytzuesi tem për qëllime elektorale. E dyta, tash po shihet që në fakt një pjesë e konsiderueshme e propagandës lëvizjeve vendosje ka qenë iluziore, e paqen. Pra, kjo vendimi i komunave e gjëra që do të shohin në të ardhmen, po ashtu do të tregojnë që në fakt nuk është ashtu siç e ka prezantuar situatën lëvizjeve vendosje, edhe pse duhet me pranu ka përmirësime, natyrisht. Që janë përmirësime të kohës, se ka pas përmirësime gjithë. Kosova vazhdimisht, edhe kur është këtë qeveris, ka bërë dhe hapa për para, apo jo? Dhe e dyta. Në disa tema. Ka njëherë ka bërë të hapa shumë të serios për para për kundër rrethanave. Siç është për shembull Tazën MSA-ja, siç është Tazën krimi i ushtrisë që kanë ndodhur qeveritë e kaluara, që kanë qenë për kundër rrethanave. E dyta pastaj, transferet financiare. Transferet financiare do të qytetarët e Republikës së Kosovës me e kuptu që edhe nëse ju duket se një farë ndihme që është një farë ndihme, kur t'jep dikush 100 euro, 150 e kështu me radhë,
në raport me inflacionin dhe fryrjen e çmimeve, këto para nuk sjellin kurfar mirëqenie. Eventualisht mund më ta rikuperu deri diku humbjen e vlerës parave që e ki ose të hyrave mujore. Më thonë, sot njerëzit nuk janë të jetu ma mirë në Kosovë, edhe pse po marrin pak ka njerë disa pare ma shumë biqë. Dhe s'ka kurfar vlerë një 100 euro, kur faturën e energjisë ta bjen 200 euro. Qëre, sipas ekonomistëve, pra këtu për e përmendit një ekonomist i cili ka qenë dhe është ende i afërt me lëvizjen e vendosje, Disonja Kurti, cili ka bo për llogaritjet 100 euro, që i kanë pas vlerën 100 euro me në 2019, ose gjëra që i ke ble me 100 euro me 2019, sot vynë 128 euro për një ble. Dhe më thonë, sot qaj 100 euro i 2019 se ka vlerën e 78 eurove. Dhe për shembull na po e shohim tash çfarë po ndodh. Për sa kohë që për një kohë relativisht 2-3 vitet e para, inflacioni ka qenë kryesisht i importuar, sepse mallet e importuara ishin më të shtrejta, sot mallet e importuara nuk kanë inflacion çast madh. Sot inflacioni në Kosovë është më i madh se sa ngritja e çmimeve të Për mallrave. shkak të goditjes që ka marrë prodhuesi vendor. Po, për shkak të energjisë, për shkak të kundërshtimit rralla, për shkak të mungesës së likuiditetit dhe shumë gjërave tjera që po ndodhin, e që janë drejt për së drejtë përgjegjësi e qeverisë së Kosovës. Po për më u kthy te zgjedhjet. Tash e kemi për shembull prapë kemi PDK-n dhe LDK-n, të cilat prezantojnë program, të cilat i kanë të mirë menduar ato që i prezantojnë. Alianca për Armërinë e Kosovës po ashtu, që mban vijën të domethënë shtimi kapaciteteve energjetike, të çështjet e sigurisë, këto i kanë të rritjet e pagave të gjitha partitë kështu me radhë, pra që mendojnë se si kishin me përdor qeverisjen për m'ia përmirësu jetën qytetarit dhe m'ia përmirësu pozitën edhe sigurinë e Republikës së Kosovës, dhe tash e ki lëvizjen vendosje, të cilët kanë filluar me thonë edhe na po propozojmë program. Që i bie këta po dojnë më bosi këta tjerë. Si ka mundësi, Visar, është partitë politike të tjerat që kanë qenë në opozitë nuk kanë qeverisë. Dhe partia që ka këtë qeverisë, për shohim aferat nëse kur gjë tjetër, inflacioni, këtë qeverisë, mungesa investimeve, gjendja ekonomike, mungesa e parave në treg, likuiditeti i cunguar, bankat i kanë rrit tej mase, shërbimet edhe kredit. Dhe prapë se prapë, kjo parti me pas tregim, ndërsa parti tjera nuk arrin me dhon tregim. Përralla, kush e ka përrallën? Se në fund të fundit, para gjumi, dikush ka qef me dëgju një prallë të mirë, se me lexu një prallë të mirë. Në fund të ditës, nuk po arrin këto mja lexu dikujt një prallë të mirë para gjumi. Dhe nëse nuk arrin mja lexu një prallë të mirë para gjumi, dikujt bëva ki vënohet gjumi. Dërsa ky, me propagandë, me gjithatë po krijon prallë. Dhe cila pralla? Po thot veriu nëse kur gjë tjetër. Veriu. Natyrisht se këta nuk arrin me demantu propagandën e veriut. Pse edhe qysh me demantu? Veriu. Situata është tjetër. U hapen 2 ura për këmbësor, njëra për vetura, tjetra për këmbësor. Kryetarët e komunave serbu betuan me simbolet e Republikës Kosovës, ndonë se i larguan ato me një herë. Kërkush nuk e përmend se ky ja u ka dhënë autonominë. Pse duhet me i kundërshtu ato? Simbolet e Kosovës kur e kanë marrë autonominë për Albin Kurtit. Dhe gradualisht ata do të bëhen një këmbë mrena Kosovës i cili do t'i ketë disa kompetenca në ndarjen e pushtetit me Republikën e Kosovës. Dhe si ndahet kjo? Asociacioni, cili do t'a ketë një bord menaxhues. Ky asociacion në bazë të marrëveshjes nuk i nënshtrohet gjykatës kushtetuese të Kosovës, por këtij bordi i cili do të përbet nga një serb, nga një shqiptar, nga një ndërkombëtar. Pra 3 gjyqtar do t'i gjykojnë vendimet e atyne. Arsimin që do ta kenë. Shëndetësinë. Të gjitha këto pra në një krijesë të quajtur asociacioni i komunave me shumicë serbe, të cilën zoti Kurti e ka kundërshtu dhe ka ardhur në pushtet duke e kundërshtu këtë tregim.
Dhe këtë tregim tash, a e ka mbyt, ndonë se do t'a zbatoj, edhe po e zbaton, këgja let kështu pa e marrë njerëzit vesh. Pse këto partitë politike nuk arrin me demantu qëto? E pom këto mesazhe që i nxirri Liri Mehmetaj. Po me pas qenë një parti politike, apo me pas qenë vetëvendosja në opozit, këto afishe ishin dashur më bë, billboarda me mbush të gjitha qytetet e Kosovës, këto komunikime, me i pa të gjithë. Një konferencë për shtyp nuk e kanë majtë. Nuk mjaftojnë statusat në Facebook, se në shtaun s'po du me përcjell dikon. Asnjë politikan nuk e përcjell në Facebook. Pra pse se mbushti qytetin? Pse nuk del në një aktivitet pak më të madh se sa një postim në Facebook? Kjo nuk po e bën prallën të bukur, prallën e opozitës, prallën e partive opozitare që kanë qenë. Por megjithatë pralla propaganduse e Borbardhës me 7 xhuxha po e dominon një prallë që mund të jetë realitet dhe mund të jetë më e bukur, cilën e përjetojmë na dhe jo si një prallë që kur del gjumi nuk e shemo. Qëre, është e vërtet, edhe unë pajtona me këta, unë mendoj që partitë e ish opozitës, që kanë qenë opozitë pra gjatë qeverisës, është dashur me qenë shumë aktive, veçanërisht në demantimin e disa prej gënjeshtrave të plasuara në formë të narracionit që e përmendete, mirë po kur mos me ra në kurthën e luftimit të gënjeshtës me gënjeshtër. Në më thonë, unë qëta kur nuk jo kësha kërku partive, edhe pse shpesh herë mund tjetë tërhece, se të vërtetat e thjeshta janë gjithë ma tërhece, sepse ma letë merën vesh, ma letë mahën men, po të vërtetat edhe zgjidhjet e thjeshta që japën për probleme komplekse kur nuk jetë vërteta. Ti mund është me thonë për shambull dhe të kujtohet Albin Kurti që të i ke marrin kufinin prej, vërmicës e qojë mërdarë dhe që bashkimi kombëtar. Këtë t'inglon shumë mirë, të thua, qyra e peqë që i tha që shaj gazetarit, po kjo e rranë, vëlla. Po të rrande? Rranë është jetë. Më do s'ka pse në vërtet do heq, asë është qëndrim politik, asë është i mirë menduar, kur gjë heq, vetë budallaki. E tash me që si budallakina, unë i kisha ftu këta mos me luftu. Jo me budallakina. Jo, veç efekti, veç ta të përmendje. Me dekonstruktim. Sakt. Ato po, efekti i fushatës së Bedri Hamzës dhe Lumir Abdigjikut edhe Ramush Haradinaj të nënshkurtit, për shihet sot. Në më thonë këta e kanë detyruar Albin Kurtin me janis mu sill në mënyrë të përgjithshme publik, edhe pse unë mendoj që kjo sjellje është mashtrim pashtu. Mram ishte. Sa i del për vetës. Mirë po që ky reflektim që u mundu me bo ose me plasu lëvizjave të vendosje, kjo reflektim indikuar nga sjellja e partive tjera. Dhe kjo është një fitore për këto parti, duhet me pranu. Është një fitore për këto sepse këta po i thojnë, hajde flasim për politikën. Ky natyrisht s'ka me pranu me dalë me folë për politika, sepse ky zguzon me hinë në debat për menimin të, as me Vedrin, as me Lumirin, as me Ramushin për qeverisje. Për shembull, ai është me pas në një debat sot të 4 kandidatëve për kryeministër me këshir cili po afron çka. Po më thënë po, pse i bojnë për shembull për komuna se bojnë për kryeministër. Është më e rëndësishme komuna e Rahovecit, me ngu 5 herë kandidatët që kanë me bërë me Rahovec, sa ke Kosova, jo s'është. Pse nuk del ky njeri? Ik natyrisht se bojnë blosht se i tu të diskutimit politik. Bojnë blosht. Se ky qefi i tij me bo fushatë me dalë me myt mizë në skenë. Që kjo qefi i tij. Po që ajo, qytetarët e Republikës së Kosovës duhet me kuptu, po na qënë në the qafje. Se kur po sillet qashtu në fushatë, të një kur po vjen qeverisje, kësh po bë kur gjë. Na qëtu e kemi bo emisionin, cilat për premtimeve i ka majtë lëvizjave vendosje. A kemi folë që të për shembull për zotimet, premtimet, edhe programin qeverisës të Kurti 2, asa ka qenë. Asnjëve ke do të vogël. Improvizime, aty për aty janë. Po, çka me boj, kena do pare, s'po na do njerëz jepja ka 100 euro. Ç'kjo është qeverisja e Kurtit? A me 100 euro. A me 100 euro, çfarë 100 euro? Ç'është për kjo qeverisje? Dhe tjetra që është për menimin tim, e rëndësishme është që qëre, a e ke pa posterin e lëvizjes së vendosje? Albin Kurti edhe do numra. Shumë ka pëlqyer. Qaj është i vërtetë. Se që kjo e thotë vërtet. Edhe ata janë servila ata që janë. Ata janë veç numra, nuk janë emra. Vetëm se qëllë një gjë që është e rëndësishme qëtë. Që është që e kemi pa edhe në qeverisje. Ti mund është më konë edhe më i miri, me 5 yje në balë, si kryeministër. Që hajde pja pranojnë për një moment atë që e mendojnë votues të Albin Kurtit për Albin Kurtin, më i miri, i pastër, pa korruptum. Kur s'ki ekip për rreth, qeverisja del e keqe. Hajna, i kapin bordet,
i keshpërdorin fundet, bojnë marrëveshje me energji e kështu me radhë. S'po them që Albin Kurti s'ka qenë i përfshim, ka qenë i përfshim. Po edhe mos me qenë, qeverisja po të bëhet e keq. Absolutisht. Pra ku e ki ekipin Albin? Jo, i kam veç do numra. E këta tjerë kanë ekipa, jo ke pa listat. Në lista tjera, unë edhe ti po të garantoj e ki problem me bo një leqe. Absolutisht. Se të mesin plot do jashtë. Po, edhe një shkes vetë. Mirë që ka që këshim për sonte në një edicion më të shkurtër për shkak të fushatës edhe angazhimeve, analizoni, shikoni, ndisni programet, shihni njerëz kush janë për lista, vendosni për të ardhmen e këtij veni. Nuk mund vazhdojmë më të bllokuar siç ka qenë Kosova veçanërisht këtë vitin e fundit, por edhe e keq qeverisë në 4 vjet e fundit. Mirupafshim.